على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave, meritorin për të adhuruar, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që të jemi të gjithë pa përjashtim pjesë e asaj mirësie për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen dhe takohen në emër të Zotit dhe për hatër të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, ose për të medituar rreth fjalës së Zotit, ose për të përmendur të madhin Zot, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, mbulohen nga melajket, pra me flatrat e melajkeve, e Allahu xhallal xhelaluhu i përmend atje ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjitha gabimet dhe mëkatet dhe gjunahet që keni pas, Zoti u ka fal. Qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit, që i madhi Zot me këto takime dhe me këto tubime na fal, edhe na mëshiron dhe na udhëzon edhe na drejton. Amin. Siç edhe është bërë njoftimi, me shpresën e të madhit Zot, do të jetë një serial temash apo ligjëratash që ka të bëjë me mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi dhënë, si më thënë, një sinjal pse është e rëndësishme kjo tematikë dhe pse ne po ndalemi pikërisht në këtë tematikë. Po jap një arsye të vogël, tani pastaj do të ndalemi më shumë në detaje. Është e pa dëgjuar si temë dhe e pa rrahur. Pra dim ne disa mrekullitë pejgamberit alajhissalam që mund të kemi dëgjuar, por nuk është se kemi një informacion për të gjitha. Për këtë arsye, ka për dietarë që thonë numri i mrekullive shkon 200, po si ka arrit të gjitha. Ka për aty që thonë shkojnë 300, po si ka arrit të gjitha. Ka për aty që thonë 600, po ndoshta nuk i ka arrit të gjitha, dhe ka për aty që kanë thonë si puna Imam Behakut 1400 mrekulli që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë diçka që i madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu e ka ndihmuar shumë, ose i ka dhënë pejgamberit sa sem shumë argumente të forta që njerëzit mos të kenë asnjë mëdyshje dhe asnjë arsye për të mos e besuar. Dhe ne do të ndalemi inshallah taala. Domethënë kjo është, le të themi, një nga arsyet kryesore që e kemi marrë, përveç se jemi duke mësuar për Islamin, përveç se po mësojmë për pejgamberin alayhis salam, përveç se fakti që ne mësojmë mrekullitë e tij, kuptojmë dashurinë e Zotit për të, kuptojmë se sa është kujdesur Allahu xhallal xhelaluhu për profetin e tij, që fjala e tij, siç themi ne, mos të bjerin tokë, po të jetë e mbështetur nga i madhi Zot, duke i dhënë atij mrekullitë një pas njëshme. Fakti që neve, domethënë, mësojmë këto mrekulli, na shtohet dashuria për Zotin, na shtohet dashuria për pejgamberin sa sem. Fakti që janë ruajtur këto mrekulli, edhe ne i lexojmë sot mas 1500 vitesh, kjo është prapë një mirësi dhe një begati e Zotit ndaj nesh, për cilën ne duhet të jemi falendërues plus ndaj Allahut xhallal xhelal. Pa ka shumë arsye që ne po trajtojmë këtë tematikë. Atëherë le të ndalemi tek përkufizimi i fjalës. Pra ne nuk mund të bëjmë diskutim mbi një tematikë pa i dhënë hakun përkufizimit. Fjala mu'jize, mu'jizatur rasul, mrekullitë e profetit alayhis salam, çdo thotë fjala mu'jize në gjuhën arabe vjen nga kuptimi i sfidimit. Pra ngjarje, ndodhi e jashtëzakonshme që Zoti ja jep një profeti për të sfiduar popullin e tij dhe për të qenë ndihmë dhe argument mbështetës për vërtetësinë se ai është i dërguar i Allahut. Ky është kuptimi i fjalës mu'jize. Ta përsërisim? Ngjarje e jashtëzakonshme që Zoti ja jep një profeti për të qenë ndihmë, argument për të dhe sfidë që vërteton se ai është me të vërtetë i dërguar i Zotit. Mirë po, ngjarja e jashtëzakonshme nuk i ndodh vetëm profetëve, i ndodh edhe ca të tjerëve. Çfarë ndodh faktikisht? Ngjarja e jashtëzakonshme mund të jetë mu'jize, mund të jetë mrekulli, mund të jetë kerame, mund të jetë nderim, mund të jetë istidraj,
mashtrim. E jashtëzakonshme është dhe mashtrimi. Mund të jetë dhe magji. Sa u bën ngjarje të jashtëzakonshme? 4. Kemi dhe ngjarje të jashtëzakonshme, por faktikisht që është lojë, po njerëzit nuk e kapin dot. Ajo duket në pamje të jashtme si ngjarje jashtëzakonshme, po faktikisht është lojë, siç ndodh me këto lojrat që bëjnë këta cilët duket sikur bëjnë magji, po faktikisht bëjnë lojrat, fsheta, dhe kush e analizon pastaj e kupton se ku ka qenë hilja, si është fshehur, si e ka futur atë ngoj, si ka qenë ai lapsi që u mbyllet etj etj. Nëse ndodh në dorë nëse i ndodh ngjarja e jashtëzakonshme, një profeti si sfidë për popullin e tij dhe argument dhe ndihmë nga Zoti për të, kjo quhet mrekulli. Nëse i ndodh një njeriu të mirë, i cili është në rrugë të Zotit, mundohet të jetë në rrugë të Zotit, mundohet të zbatojë fenë e Zotit, dhe në momente të caktuara Zoti i jep një ndihmë të caktuar. Kjo quhet keramet. Kur e vlerësojmë se është keramet, shohim njeriu. Nëse është në fe dhe në besim ashtu siç duhet, themi ka qenë keramet dhe ndihmë prej Zotit. Allahu xhallahu ndihmon robët e tij, siç ka ndodhur me sahabët, siç ka ndodhur me tabiinët, e siç ka ndodhur pastaj dhe ndodh edhe sot e kësaj dite, që në momente të caktuara kur dikush nuk ka zgjidhje, ja jep Zoti zgjidhje dhe ai habitet si erdhi zgjidhja, mrekulli, ose i thonë në arabisht keramet. Keramet nga i madhi Zot, dhe ne nuk i mohim kerametet. Ku është dallimi mes kerametit dhe mu'xhizës? Mu'xhizja vjen një profeti, ai që është pejgamber dhe e përdor si argument, ndërsa kerameti vjen jo për ta përdor. Dhe nuk është në dorën e këtij evlijaje, këtij njeriu të mirë, nuk është në dorën e tij ta përsërisi sa herë doj. Për shembull, i ka ndodhur Ebubekrit shtimi i ushqimit, po nuk e ka përdor, i ka ndodhur një herë në jetën e vet, për shembull. Ose Omer radhiyallahu anhu ka thirr dhe e ka ngjur ushtria, le të themi, me qindra kilometra larg. Po nuk e kishte këtë gjithmonë Omer radhiyallahu anhu. Mirpo Sulejmani alayhis salam si fliste me kafshët gjithmonë. Ndihma që Zoti i jepte pejgamberit sa nëpërmjet si më thënë lajmit se po vjen dhe mbusheshin zemrat e armiqve me frikë, vetëm kur e merrnin vesh, e ka qenë e përhershme e kështu me radhë. Në momentin që një prej evlijave e ka atë kerametin, e përdor si të doj, sa herë të doj e përdor, këtu kanë thonë duhet pa puna, sepse nuk funksionon kështu. Pra nuk mund të jetë diçka që ai mund ta përdori sa herë doj edhe si të doj. Ngjarja e jashtëzakonshme nëse i ndodh një njeriu i cili i fton njerëzit në mosbesim. Ky quhet istidrazh, siç do të ndodhi me Dexhalin. Edhe Dexhalit i ndodhin ngjarje të jashtëzakonshme. I thot qiellit hidh shi dhe bie shi. I thot tokës nxirr thesaret dhe toka nxirr thesaret. Këto janë gjëra të jashtëzakonshme për normat normale të zhvillimit të rregullave të jetës. Mirpo çfarë është Dexhali? Dexhali është kjo për Dexhalin është istidrazh, pra si më thonë një lloj mashtrimi për të vazhduar ai në atë të kotën e vet edhe ata që e ndjekin atë. Nëse ndodh kjo në dorën e njeriu që merret me xhin, merret me shejtan, ku dëgjon etj, atëherë ne këtu e kuptojmë se kemi të bëjmë me magji edhe me magjistar. Nëse ndodh në dorën e njeriu, le të themi të zakonshëm, po që kuptohet prej tij se janë lojra, atëherë kuptohet të quhen lojrat e shpejta dhe nuk ka asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj analize dhe lejohen. Përveç se nëse njeriu i përdor për të mashtruar njerëzit apo për t'u marrë parë njerëzve apo për t'i futur njerëzit në përkurthe, kjo pastaj është gjë tjetër. Atëherë thjesht këtu, domethënë bëm atë dallimin mes ndarjen mes ngjarjes së jashtëzakonshme kur i vjen një profeti, quhet mrekulli, kur i vjen njeriu, le të themi besimtar, quhet nderim nga Zoti, kur i vjen një ftuesi në mosbesim, quhet istidrazh, pra mashtrim, kur i vjen njeriu i cili është merret me xhin dhe me shejtan, quhet magji, sepse edhe magjia është gjë e jashtëzakonshme. Duke qenë një çift, marrë mirë, e të shku mirë, në moment paf ndahen, fillon lufta, e ku dëgjon ndërkohë që ishte çdo gjë mirë. Ose gjërat e tjera si funksionon, edhe e jashtëzakonshme është për synin e njeriu, për ne të tjerë që jemi jashtë habitesh, për shembull një njeri që të bëj si qen, një njeri që të bëj si ujk,
Një gjë që të flasë një gjuhë të huaj që se ka folë në herë në jetën e vet. Kjo është e zakonshme apo e jashtëzakonshme? E jashtëzakonshme. Kush e bëri këtë? E bëri magjia me magjistarët atëherë. Në momentin që ky person që e çoi këtë njeri të bëj veprime të tilla, do thotë se është magjistar. E rëndësishme është që ne me vdekjen e pejgamberit alayhis salatu selam nuk është se merremi fort me këtë pjesë me kuptimin të ndjekim se kujt i ndodhin gjëra të tilla, po nëse ndodhin, nuk jemi refuzues të drejt për drejt dhe me thonë që jo, çfarë thuti, s'ka më mrekulli se ka vdek pejgamberi alayhis salatu selam, dhe nuk jemi, si më thon, pranues të çdo gjëje, sepse shohim njeriu nëse njeriu s'ka lidhje me asgjë, s'mund të jetë nderim, nuk e nderon Allahu xhalla xhelaluhu, sepse ka thënë Kurani, çfarë thot Kurani? E fenej'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Nuk mund të jenë njësoj. Nuk mund të ndihmoj Zoti edhe të mirë të devotshmit, edhe njerëzit që janë jashtë. S'ndodh, nuk mund të ndihmoj Zoti ty. Mund të japi dikujt një sinjal që ai të udhëzohet, kjo është çështje tjetër pastaj. Mund të ndodhi që dikujt Zoti jep sinjal dhe ai për shkak të kësaj udhëzohet edhe përmirësohet në fenë edhe në besimin e tij. Atër tematika jonë ka të bëjmë me mrekullit, pra me atë të parën, me ato të tjerat nuk do të merremi, inshallah ta'ala. Si me thënë, subjekti i kësaj tematike, kush janë profetët, edhe popujt e ftuar, qofshin këto ata të cilët e ndjekin profetin, qofshin mos ndjekësit e tij. 3. E 4 ngjarja, ndodhia, pra profeti, populli, edhe ngjarja. Kjo është subjekti. Kujt i dedikohet kjo gjë? I dedikohet fesë, besimit, i dedikohet islamit. Kush e ka sjell këtë gjë për herë të parë? Allahu xhalla xhelalu nëpërmjet pejgamberëve të tij. Çfarë mirësie ka? Kjo është ajo që ne e cekëm pak në fillim. Pse është mirë që ne ta studiojmë këtë tematikë? E para se na afron më shumë me Zotin. E dyta se na afron më shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E treta është se është folur në këtë tematikë shumë pak, nuk është ndalur në detaje siç do të ndalemi ne me shpresën e Allahu xhalla xhelaluhu. E katërta arsyeja e katërt është se kjo faktikisht u ashton besimtarëve besimin. Kur ne mësojmë mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, na shtohet më shumë besimi. Jo se na duhen për të besuar, se ne kemi mbyll atë kapitull. Pra kapitullin e besimit ne kemi mbyll. Po ne jemi ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam kur foli për historinë e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë tha? Nahnu awla bishakki min Ibrahim. Ne jemi më meritor për të dyshuar se sa Ibrahimi. Ibrahimi çfarë i tha Zotit? Tha o Zot, ma trego se si i ngjall të vdekurit. I tha Zoti, a nuk beson? Tha po si jo Zotim? Po thjesht që të më qetësohet zemra. Fjala e Ibrahimit alayhis salam, që të më qetësohet zemra, ishte qetësim dyshimi apo qetësim përforcimi? Qetësim përforcimi. Për këtë arsye pejgamberi sa kur e dëgjoi këtë diskutim me sahabët, çfarë tha? Po që puna për dyshim ne jemi më meritor për të qenë të dyshues se sa Ibrahimi. Pra me kuptimin thjesht i forcohet besimtarit besimi dhe imani se kënaqet kur shef që pejgamberi sa 1, 2, 3, 4, 5 pa fundësi mrekullisht që Zoti xhel xhelalu i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është e rëndësishme se është pjesë e fesë dhe e besimit. Pra ne rrisim informacionin ton mbi diçka në fen ton që ka zënë jo më pak, po ka zënë vëllime. Dietarët kanë bërë vëllime pikërisht për këtë lloj tematike, pra nuk është gjë e lehtë. Tjetra është se mohuesi i mrekullive konsiderohet i pa fe. Një gjë që e nxjerr nga feja dhe besimi është mohoj mrekullitë që Zoti ka dhënë pejgamberit sa nëse i vin me transmetime të sakta. Se ne me shpresën e Zotit do të kemi një kapitull nga fundi mrekulli të pabazuara. Pra që thuhet që janë mrekulli, po faktikisht s'ka për to argument. Pra do ta kemi një temë veçantë vetëm për mrekullitë e pa argumentuar. Sa është numri i mrekullive thash, pra ka
dietar që thon 200, ka që thon 300, ka që thon 500, ka që thon 600 dhe ka për atyre që thon 1400 mrekulli që Zoti ka dhënë pejgamberit sa ose megjithatë ne do të shohim se numri shkon aty tek 500 e sa 600. Domethënë aty rreth tek numri mrekulli sepse do të shohim se do të jetë një koncept i ri mbi mrekullin, mbi ato që se çfarë quhet mrekulli. Atëherë me shpresën e Zotit un kam pas dëshirë që inshallah Zoti i Madh na e mundsoj në çdo ligjërat të kemi inshallah taala 10 deri në 15. Pra ideja është që të marrim dhe të ecim edhe mos ndalemi shumë tek çdo mrekulli, por se kjo e para që do të përmendim, do të ndalemi në të. E para që është dhe që përmendet gjithmonë është Kurani famëlar. Çfarë përkufizimi ka Kurani? Se ne themi Kurani fjala e Zotit, po çfarë përkufizimi ka? Le ta dëgjojmë përkufizimin e Kuranit. Kelamullah, fjala e Zotit. Munazzalun ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E zbritur mbi zotnin ton, dashmin ton, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril alaihi salam, nëpërmjet Jibrilit alaihi salatu wasalam, el mu'jiz, mrekulli dhe sfid njëkohësisht. El marwi bit tawatur, i transmetuar në rrugë masive. Bil lugati al-arabia, në gjuhën arabe, yabda'u bil Fatihati wa yantahi bin Nas. Fillon me al-Fatihan dhe mbaron me surën an-Nas. Ky është përkufizimi i muslimanëve mbi Kur'anin. Fjala e Zotit që është zbritur pejgamberit alayhis salatu wasalam nëpërmjet Xhibrilit, sfid dhe mrekulli në gjuhën arabe, me transmetim masiv, fillon me al-Fatihan dhe mbaron me surën an-Nas. Mirë. Në çfarë kuptimi Kurani është mrekulli? Ne e dim hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: çdo pejgamberi Zoti i ka dhënë mrekulli të atill që populli të besojë nëpërmjet saj. Mua Zoti më dha Kur'anin dhe unë shpresoj, pra besoj, se do të jem profeti më i ndjekur ndër të gjithë profetët. Kur tha pejgamberi se mua Zoti më dha Kur'anin, ndërkohë që ne po themi 600 apo 1400 me kuptimin e mrekullisë e cila do të mbetet në fuqi. Hona nuk çahet më ndysh. Pema nuk thirret më. Trungu i pemës, i hurmës, sikur ta gjejmë ne sot, nuk qan më. Ndërsa Kurani është në fuqi deri në ditën e Kiametit. Dhe mund të përdoret nga çdo musliman dhe muslimane si mrekulli. Dhe e ka fuqinë e mrekullisë dhe sfidës deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye, ky veçimi që i bëri pejgamberi sa jo se s'ka të tjera, po është krejt ndryshe krahasim me të tjerat. Atëherë, ku qëndron mrekullia e Kur'anit? Në cilat pika Kur'ani është mrekulli? E para gjë, në gjuhën e zbritur. Allahu zgjodhi për të një gjuhë, Kur'anin, e cila nuk pëson evolim. Nuk pëson evolim. Siç kanë fol arab para 1500 vjetësh, para 2000 vjetësh, flasin edhe arab të kësaj dite. Nuk është një gjuhë që ndryshon me ndryshimin e kohës. Mund të ketë gjuhë popullore dhe gjuhë letrare, ama gjuha letrare mbetet e ruajtur, e mbrojtur dhe e shkruajtur. Fjalët e Kur'anit, shprehjet e Kur'anit, renditja e Kur'anit është mrekulli. Për këtë arsye është një shkencë në vete që quhet ilmu tanasubi as-suwari wal ayat. Shkenca e përshtatshmërisë së ajeteve, sureve. Shkencë në vete. Për shembull, vjen ke sura Al-Fatiha, cili është ajeti i parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastaj Ar-Rahman. Pse ka thënë ka ajeti i parë në fund fare Rabbil Alamin? Pse ka thënë ka ajeti i dytë Rahman Rahim? Pse ka thënë ajetin e tretë Maliki Yawmiddin? Pse ka zgjedh për shembull për lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk I ngjason asgjë dhe askush Zotit, ai është shikuesi dhe dëgjuesi. Pse nuk zgjodhi dy emra të tjerë?
dhe nuk tha për shembull huwa Rahmanur Rahim, huwa Al-Azizul Ghafur. Po është një shkencë që merret vetëm me këtë punë. Ajeti, mrekullia e artikulimit të ajetit, mrekullia e artikulimit mes ajeteve. Pse ka ardhur Rahmanur Rahim mes Elhamdulillah dhe Maliki Yawmiddin? Dhe mrekullia e sureve që ne nganjëherë trajtojmë kur morim tefsirin e Kuranit. Pse është vendos pikërisht tam javën e kaluar suratu Al-Qadr mes Iqras edhe mes Al-Bayyinës? Pse ka ardhur Iqra mes surës Tini wa Zaytun dhe surës Iqra bismi rabbi dhe surës Al-Qadr? E kështu me radhë. Edhe kjo është shkencë në vetë që studiohet edhe trajtohet. E treta, çfarë mund të jetë, për shkak mrekulli për shkak të lajmeve të sjella për të kaluarën dhe lajmeve të sjella për të ardhmen. Kurani ka sjellë sa njoftime për të kaluarën që nuk mund t'i dinte pejgamberi alayhis salam dhe asnjë nga populli i tij aty prezant. Wa ma kunta bijanibi turil aymani id deri në fund ajetit. Ti nuk ishe pranë kodrës tur kur ne i tham Musait. Nuk ishe, po ta themi ne. E ngjarje të tjera, Firauni, populli i Adit, populli i Themudit, e tjerë, historia e Ademit alayhis salam, historia e Nuhut alayhis salam, e tjerë. Po edhe lajmet për të ardhmen. Pra Zoti nëpërmjet Kuranit ka dhënë edhe, si më thënë, lajme për të ardhmen. Për shembull, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kur foli për mjetet e transportit të asaj kohe, përmeni 2-3 shembull, pastaj çfarë tha? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. E Zoti ka për të krijuar gjëra që ju si mendoni dot, si kuptoni. Pra po tu ishte thonë aty që do të fluturojë diçka në ajër, do të habiteshin. Ose diçka që do të futet poshtë detit, sa anijen e dishin ato, po diçka që futet poshtë nuk e dishin. E tjerë. Mrekulli në ligjet që ka sjell. Për Kurani, në çdo ligj që ka sjell, nuk ka gjë që i bie në tokë, nuk ka gjë që mund të duket jo me vend apo jo koherent apo absolutisht. Në lajme, në ligjet e sjella. Po edhe në dijet shkencore, Kurani nuk është libër shkencor, ama kur ka fol në një dije të caktuar që ka të bëjë me shkencën, shkencës i është dash 13 shekujt shkoi aty ku ka thon Kurani, siç është rasti i gjurmave të gishtëve, siç është rasti i zgjirmit të universit e tjerë. Sfidant në botën e padukshme, lajmet për Zotin, lajmet për melajket, lajmet për botën tjetër e tjerë. Nuk ka rrugë për të mësuar njeriu këto muhabete vetëm se nëpërmjet Kuranit famëlar. Sfidant, dëgjoje këtë, në ndikim. Kurani është mrekulli në sfidë, Kurani është mrekulli në ndikim. E ke parti njeriu që s'din as arabisht, as i gjë, i vjen ai kufjet me Kur'an në vesh, fillon robi duke qah. Sa raste kam lexuar unë të turistëve perëndimor kanë pranuar Islamin në Siri ose në Egjipt ose ndoshta edhe në Turqi, sepse çfarë bëshin tregtarët në pikë mjesit, kur i hapshin dyqanet e tyre, veshin Kur'an. Abdul Basit, Abdul Samet Husariu, ku dëgjon e tjerë, dhe njerëzit edhe kishe për aty që i leshin dhe gjatë ditës. Kur vinin turistat, mahniteshin, habiteshin. Efekti i Kur'anit është mrekulli në vete. Tjetër, mënyra e leximit të Kur'anit është mrekulli në vete. E ke parti leximin e Kur'anit si ta merr zemrën, nuk është kusht me qenë musliman. Dhe pika e fundit fare, si më thon, mbete mrekulli, do të thon fushat e të qenit Kuranit mrekulli, sfida e tij është e hapur. Sillni një libër si ky, sillni 10 kapitull sure si 10 sura të Kuranit, sillni qoftë edhe një sure si Kurani. Është një sfidë që është lënë e hapur, nuk është mbyll me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thuaj, le të mlidhen xhinët edhe njerëzit dhe le të sjellin një libër. Pastaj tha 10 sure, pastaj tha sureti mithli, një sure si Kurani. E fundit fare, ku qëndron mrekullia e Kuranit,
tek ruajtja dhe mbrojtja e tij nga ndërhyrja njerëzore. Është i vetmi libër, ne kemi përmendur edhe herë tjetër, që sikur të zhdukej në gjithë botën dhe të mbetej vetëm një kopje në një bank, në një vend të ruajtur. Muslimanët mund ta riprodhojnë siç është ai origjinali në sa ekstremi i gjysore. Si ka mundsi? Jo me mor një hafiz, jo. S'ka nevojë me mor një hafiz. Po si t'ja bëjmë? Do të morim 600 hafiza, 604 hafiza. Ti faqen e parë, ti faqen e dytë, ti faqen e tretë, ti faqen e katërt, ti faqen e pestë, ti faqen e gjashtë, shkruajeni. Po me mori 1200 hafiza, secili nga gjys faqe. Për sa mbaron? Po me mor çfarë të mundi? Me mor 2400 hafiza, me i rreshtu aty, për i çaj akore ta dorëzojnë Kur'anin në dorë. Edhe ta dorëzojnë siç është ai. Jo vetëm atë, po 14 format e leximit të tij. Se ne jemi ky Kur'ani që kemi ne, po faktikisht Kur'ani ka 14 lexime. 7 kanë qenë, domethënë, pa diskutueshme, pastaj dietarët kanë arritur edhe në 7 tjerë, pa janë 14 lexime të Kur'anit. Format leximit dhe këtu do të japim një përgjigje inshallah taala. Mënyra se si është ruajtur Kur'ani. Siç është ky sot, është ai Uthmanit radiallahu taala anhu, është mrekulli Allah. Sepse ai mund të ishte ruajtur me gjoks. Pra mund të ishte ruajtur me memorizim, po Zoti më dhe ka ruajtur edhe me lënd. Elhamdulillah. Kjo është mrekulli dhe kjo është mirësi e madhe, elhamdulillah. Kemi disa pyetje këtu. Përse duhet të ishte në arabisht? Ne mund të japim 2 përgjigje. Atë që thashun pak më përpara dhe e dyta se kështu ka dashur Zoti. Mbaroj historia. E dyta, pyetja e dytë. Tek leximet. Ne themi Kurani, mirë, po ka lexime që kanë, si më thon, mënyrë tjetër leximi. Dhe ka lexime që ka shtesë në ajet ose formë tjetër. Për shembull, thot një ajet Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kështu lexohet në të gjitha leximet. Është një lexim që thot fatathabbatu. O ju që keni besuar, kur t'ju vinë ndonjë i prishur me ndonjë lajm, faktojeni. Faktojeni është përkthimi i vërtetë i asaj që është në të gjitha leximet. Është një lexim që thot fatathabbatu, sigurohuni. Ne faktikisht kur lexojmë shqip, çfarë lexojmë? O ju që keni besuar, kur vjen ndonjë i prishur me ndonjë i shturur me ndonjë lajm, sigurohuni. Ne faktikisht e përkthejmë sipas një leximi tjetër, jo këtij që është këtu. Se ky thot fatabayyanu, faktojeni. Po faktikisht ka dallim, nuk është se ka dallim mes tyre. Po të bjini, faktimi është më i rëndë se sa më u siguru. Se më u siguru ma ka thonë Edi, për mua Edi është i besueshëm dhe mjafton. Jo, të bejenu do të thotë faktoje që Edi është duke thonë vërtetën. Për shembull, se e dham si shembull. Tani lind pyetja, përderisa Kurani është i ruajtur, përderisa ne themi ky Kurani është i ruajtur, pse duhet të ketë lexime të ndryshme? Pse duhet të ketë shtojca në disa ajete për shembull, ose mangësim në ndonjë ajet sipas leximeve të ndryshme, ose mënyra e leximit ose mënyra e arrestimit të ajeteve? Kjo ka një përgjigje shumë të thjeshtë. Ai që e ka zbrit, ka zgjedhur ta zbresi në forma dhe lexime të ndryshme. Kjo është punë e Zotit. Ai askund nuk e ka thënë në Kur'an që unë do ta zbres në një formë. Askund nuk është thonë unë do ta zbres në një formë, përkundrazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një debat me sahabëve, e kanë lexuar ndryshe nga njëri tjetri, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti ke drejt dhe ti ke drejt. Zoti ma ka dhënë me 7 forma. Zoti ma ka dhënë me 7 forma. Por në përgjithësi, format janë të gjitha njësoj dhe mund të jetë, le të themi, 0.3% ndryshimi, po ta përmbledhësh gjithin që ndryshojnë nga njëna tjetra. Në përgjithësi pra 97% është pothuajse njësoj tek të gjitha. Kemi një pyetje tjetër, si është grumbulluar Kurani? Dhe ne kemi thënë, domethënë që Kurani është grumbulluar në kohën e fiksojeni këtë vëllezër. Kurani është mbledhur dhe grumbulluar për herë të parë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas një komision për 5 vetash të cilët shkruanin Kur'anin dhe nuk kishte fut akoma letra, e shkruanin në lëkura, e shkruanin
në këto në lëkurat e dhenëve ose dhive ose deveve, ose në kockat e deveve, ose në lëkurat e hurmave, ose në për rasa. E duke qenë se bëhej grumbull i madh, i shpërndajshin, për shembull këto i lejmë ka Abdullah ibn Mesudi, këto i lejmë ke filan e kështu me radhë. Dhe kështu ka mbaruar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, ndodhi një problem me disa hafiz për shkun luftë dhe u vran dhe lindi nevoja për ta grumbulluar Kur'anin me një vend. Abu Bekri në fillim të rezistoi, pastaj fali disa herë istiharen, pastaj u bashku me mendimin e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dhe e shkruajtën. Ktu lind pyetja tani. Se thotë si është shkruar ndërkohë që s'po gjeshin 2 ajete. Është histori e vërtetë që nuk po gjeshin 2 ajete dhe ngeli, nuk e plotësuan dot. Këto tani që e rishkruajtën vendosën 2 kushte. Kushti i parë duhet të jetë i shkruar në një nga këto fletat, lëkurat apo pllakat, duhet të jetë i shkruar diku, dhe kushti i dytë minimalisht për këtë të shkruarën duhet të dëshmojnë 2 përveç këtyre që kanë shkruar Kur'anin për herë të parë. Çfarë ndodhi? U gjetën 2 ajete. Po nuk gjeshin dëshmitarët. Derisa u gjetën 2 persona që thonë po, e kemi dëgjuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë këto 2 ajete janë filan sure në filan vend. Edhe e kundërta, janë gjetë 2 dëshmitar, po nuk është gjetë lëkura. E kanë kërkuar derisa ka thonë dikush e kam unë. E ka sjell, thanë dëshmitarët atë që ishte në lëkurë, edhe u plotësu për herë të parë në volum. Për këtë arsye Kurani si thon mushaf. Çfarë do thotë fjala mushaf? Xhamu sahife. Letra të mbledhura, pra volum, libër voluminoz ose një volumsh. Po kur them unë kështu nuk është kështu, sa gjysma tavolinës. Se nuk bëhet fjalë për letër si kjo e sotmja. Kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala ndodhi problem tjetër, pra edhe me hafizët, edhe me përhapjen e Islamit, edhe me futjen e popujve të rinj në Islam, të cilët nuk e njihnin mirë gjuhën arabe. Dhe vinin, le të themi ato valit, si më thon këto kryetarët tek Uthmani dhe ankoheshin se njerëzit nuk po e lexojnë mirë Kur'anin, pra nuk po mbuloheshin me burime njerëzore. Çfarë doni ju tha Uthmani? Tha na duhet nga i Kur'an. Si më thon zona e Shamit ketë një, zona e Egjiptit ketë një, zona e Azis të largët ketë një, zona. Dhe Uthmani radhiyallahu ta'ala masi u konsultu me sahabët vendosin që të bëjnë 7 kopje. Mirë po Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu vendosi edhe një kusht tjetër. Tha të shkruhet në gjuhën kurejshite. Në shkrimin e kurejshitëve dhe pastaj të bëhet shpërndarja. Pse u zgjodh kjo? U zgjodh sepse gjuha kurejshite nuk ka pas pika, mos harroni këtë. Nuk ka pas pika dhe nuk ka pas zanore. Shkrimi kurejshit dhe gjuha kurejshite i përfshinte të gjitha mrena. Për shembull, i njëjti vizatim. Pa pika mund lexohet fihi, pa pika mund të lexohet minhu, pa pika mund të lexohet anhu. Pa pika mund të lexohet mie, pa pika. Se ashtu është, si më thon, 1, 2, 3, hajde lexoje. Ky lloj shkrimi faktikisht jepte hapësirën që të bejenu të lexoheshe edhe të thebetu. Sepse vizatimi ishte i njëjtë. Dhe gjithë secili sipas hifzit vet e lexonte, ky e lexonte qiraeti filanit, e lexonte të thebetu, qiraeti filanit e lexonte të bejenu. Pra linte hapësirë, ndërsa këto shtojcat e vogla u lanë që t'i lihen, si më thon, mësuesve. Shtojcat e dallimit mes leximeve të transmetohen në një formë. Pastaj më vonë, pastaj kur u fut letra, kur u fut shkrimi e ku dëgjon etj, u ndan gjërat më mirë. Cila është mënyra më e mirë për interpretimin e Kuranit? Mënyra më e mirë për interpretimin e Kuranit është një, Kurani me Kur'an. Se thuhet diçka këtu dhe vjen ajeti tjetër që e sqaron. Siç është në rasti e alkoolit. Thuhet aty në Kur'an për shembull që është në to ka mirësi, po e keqja është më e madhe. Po ka edhe të mira alkooli dhe bixhozi. Po ti s'mund ta rrish këtu sepse ka ajet tjetër që thotë është ndaluar rrepsisht. Pra, komenti i Kuranit me Kur'an, komenti i Kuranit me hadith, komenti i Kuranit me fjalë sahabësh,
komenti i Kuranit me fjalët e tabiinëve, komenti i Kuranit me gjuhën arabe, komenti i Kuranit me shkencë në disa ajete të caktuara. Pra ka disa ajete vëllai që nuk mund shpjegohen vetëm se nëpërmjet shkencës, siç është ajeti i kujt, i gishtit, i shenjës gishtave. Nuk mund shpjegohet vetëm se shkencërisht. Ose ajeti i embrionit në barkun e nonës, nuk mund shpjegohet vetëm se shkencërisht e kështu me radhë. Ose me ngjarjet historike që ndodhin. Për shembull, ka ajete për shembull që flasin Gulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Bizantët u mundën, po pas mundjes Bizantët do të fitojnë dhe me fitoren e tyre do të gëzohen besimtarët. Besimtarët ishin, Bizantët ishin të krishterë, persët ishin pagan. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, fillim të shpalljes, persët patën përballje me Bizantët dhe i mundën. Tha Zoti fi bid'in sinin, për 3 deri në 9 vite do të ketë një përballje tjetër dhe do të fitojnë Bizantët ndaj persëve, dhe me fitoren e Bizantëve ndaj persëve do të gëzohen besimtarët musliman. Pse? Se fundja fundit të krishterët ishin jetëtar të librit, ndërsa ata ishin pagan, dhe normalisht besimtari gëzohet kur fiton një jetëtar i librit ndaj një pagani. Nuk ka dyshim, nuk mund krahasohet pagani me jetëtarin e librit. Nuk mund krahasohet një ateist me jetëtarin e librit apo një agnostik me jetëtarin e librit. Jetëtarët e librit janë shumë më afër nesh se sa ata. Atë kush e komenton këtë për shembull, komenton historia dhe vjen historia që e komenton me të vërtet historia e Abu Bekrit që vuri bast me idhujtarët në atë kohë që kështu do të ndodhi, dhe ato i thoshin kur ndodhet etj, histori e gjatë. Mirë. 2. Jeta e profetit alayhis salatu wassalam. Jeta e profetit alayhis salatu wassalam nga fillimi deri në fund është mrekulli. Mënyra se si ka lind, mënyra se si është rrit, mënyra se si kaloi nga si i vdiq baba dhe lindi jetim, mënyra se si kaloi tek nëna, pastaj tek gjyshi, pastaj tek xhaxhai, mënyra se si u rrit, çdo detaj i zhvillimit të jetës pejgamberit alayhis salam, nga fillimi dhe në fund fare, shpallja, pastaj mënyra se si u zhvilloi jeta në Mekë, pastaj emigrimi ku mendoi se çdo gjë mbaroi, pastaj ngadhnimi, pastaj fitoria, pastaj futja e njerëzve në Islam, pastaj domethënë Islami në 100 vjetët e para arrin në Kipro, në Sicili, në Palermo, në Turqi i vorri i sahabiut, Ebu Ayyub el-Ansariut, në murin e Kinës, në Indi, në Azerbajxhan, në Rusi, në Andolezi, në Spanjë, brenda pothuajse 100 vjeçarit parë. Çfarë është kjo? Për këtë arsye thoshte njëri prej këtyre perëndimorëve, thoshte kush studion kohën, kushtet dhe mundësitë dhe suksesin, e kupton që nuk ka qenë njëri i zakonshëm. Pra, patjetër do të ketë pas nimin e Zotit dhe ka pas raporte me Zotin, se është e pamundur të jesh një popull që nuk numërohesh dhe nuk të fut askush prej, le të themi, prej civilizimeve të asaj kohe, nuk i fuste në listë. Ti je tjera që Herakli thot, ky do të marri si më thon fronin tim, e pa imagjinueshme. Dhe një nga arsyet më kryesore që Ebu Sufjani ka pranuar Islamin, kush ka qenë? Historia e Heraklit. Tha si ka mundësi që biri i 2 kurbaneve për pejgamberin sa i paska trembur, kështu tha ai. I paska trembur, tha verdhacakët, sepse kështu i thoshin Bizantëve, kështu i thoshin romakëve, Benel Asfar. Edhe verdhacakët tha i paska tremb. Edhe kjo ka qenë goditja më e madhe, thon dietar, që ka marrë Abu Sufjani që mas disa vitesh pranoi Islamin. 3. Hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jo vetëm Kurani o vëllezër është mrekulli, po edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pse? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, utitu jawami al-kelim. Zoti më ka dhënë të folurën e thjesht me kuptim shumë të madh, me përmbajtje shumë të madhe. Dhe po ti shohësh hadithet e pejgamberit alayhis salam, hadithet që janë të gjata mund të jenë, nuk e kapin 100 shen në mira hadithet profetit alayhis salam.
Gjitha hadithet e profetit alayhis salam janë hadithe që mund të mësohen përmendesh. Mirë po, vetëm një hadith, siç është në Mela Malu bin Niyad, 75 kapituj të fesë mrena i ka përfshirë. Gjysma e fesë në hadithin Inna Mela Malu bin Niyad. Gjysma tjetër e fesë në hadithin me Nahdatha fi amrina. Ky është marrë me të mendshmet, ky është marrë me të jashtmet. Kamil, një hadith. Pra 2 hadithe gjithë Islami mrena, për shembull. Mënyra se si është ruajtur hadithi. Po mirë, unë e thash edhe pak në hutbe, pse duhet të ketë diskutim për hadithet, i saktë dhe i dobët, po nuk mund të ishte o vlla si Kurani. Nuk mund të ishte diçka e ngjashme me Kuranin dhe njësoj si Kurani. Për këtë arsye pejgamberi sa ishte gjallë, i ndaloi njerëzit që të shkruajnë prej tij hadithin përveç 5 personave. Filani ka drejt, filani ka drejt, filani ka drejt dhe drejt. Asnjë tjetër s'ka drejt të shkruaj fjalët e mia. Sjelljet e mia, veprimet e mia përveç këtyre 5 personave. Ndërsa Kurani kanë drejt me shkruaj të gjithë. Sepse duhet bërë dallimi mes kësaj dhe asaj. Po Zoti e ka ruajtur edhe hadithin. Pse? Ne kemi thonë në hutbë çfarë than? Tha Zoti në Kur'an, kur ta lexojmë Kur'anin, përqendrohu në leximin që do të bëhet, se pastaj do ta sqaroj. A ka mundësi o vëllezër që Zoti të zbresë Kur'anin e ta ruaj dhe mos truaj sqarimin? Po ka diçka që shkon pastaj bie që ta sqaroj gjithë secili sipas mides vet, po kjo nuk është normale pastaj. E treta, lajmet e mëhershme për profetin alayhis salam. Pra akoma në librat e të mëhershmëve ka argumente të qarta mbi profecinë e Muhamedit alayhis salam. Unë vetëm do t'ju them, do t'ju lexoj, domethënë pa përmend se ku e kam marrë, vetëm dëgjoje edhe atë tingullon gjë për profetin alayhis salam apo jo. Thot, unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia. Dhe ai do t'ju thot atyre të gjitha ato që unë ju urdhëroj. Dhe do të ndodhë që nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thot në emrin tim, unë atij do t'i kërkoj llogari. Argumenti më i fortë që unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre. Ky verset i është drejtuar kujt? Mojsiut. Mojsiu rrjedh nga kush? Nga Isaku. Vllai i Isakut kush është? Ismaili. Unë do të sjell për ta, unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre. Pra siç po sjell tek ju profet, do të sjell edhe nga ata. Gjoja. Subhanallah. Për Zotin më shtrënqet mishi. Në fakt, Zoti ka shpërndarë mbi ju një frym, topiteje. Ka mbyllur sytë tuaja, profetët. Ka mbuluar me vel krerët tuaj shikuesit. Çdo veprim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të vulosur që i jepet dikujt që ditë të lexojë duke i thënë: "Të lutem lexoje këtë", por ai përgjigjet: "Nuk mundem, sepse është i vulosur." Ose dëgjoje pash Zotin. Ose si një libër që i jepet dikujt që nuk di të lexojë, duke i thënë: "Të lutem lexoje këtë", por ai përgjigjet: "Nuk di të lexoj". Prandaj dhe Zoti thot: "Meqense se ky popull më afrohet mua vetëm me gojen dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij rri larg nga frika e tij ndaj meje, vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit, prandaj ja unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes këtij populli, po mrekulli dhe çudi. Detyria e njerëzve të tij të urtë do të shuhet dhe zgjuarësia të mençurve të tij do të zhduket, mirë për ata që shkojnë në vendet e thella për të fshehur Zotit planet të tyre, që i bëjnë veprat e tyre në terr dhe thon kush na sheh e kush na njeh, ne deri në fund. Ç'gjë tjetrin. Profecia kundër Arabisë. Do ta kaloni natën në pyjet Arabisë o karvan të Dedamitëve, falni. E dilni përpara të eturit duke i sjell ujë, o banor të vendit të Temas, i kanë dalë përpara i Kanakut me bukën e tyre, sepse ata ikin para shpatave, para shpatës së zhveshur, para harkut të nderur,
para tërbimit të betejës, sepse kështu Zoti më ka thënë për një vit, gjoje. Ashtu si viti i një argati me mëditje, tër lavdia e kredarit do të zhduket. Dhe ajo do të mbetet nga numri i arkëtarëve, njerëzve trima, bijve të kedarit, dhe do të jetë një gjë e vogël sepse Zoti ka folur për Izrael. Për një vit. Është bërë marrëveshja Hudejbijes dhe për një vit gjithë fama, gjithë ajo që kishin ngritur kurëshitët kundër pejgamberit alayhis salam, spati më emër, u zhduk dhe ra deri sot e kësaj dite. Gjoja këtë tjetrën. Thot e pyetën, a jeti Mesia, a jeti Elia, a jeti profeti? Sa prisnin? 3. Gjoj këtë tjetër. Pendohuni pra dhe kthehuni që të shlyhen mëkatet tuaja dhe që të vinë kohat e fladit nga prania e Zotit. Dhe ai do të dërgojë Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më parë. A themi ne që do të vi prap, Isa alayhis salam. Të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtiritjes së gjitha gjëra, për cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së të gjithë profetëve të shenjtë që nga fillimi i botës. Perëndia juaj do të ngjall për ju një profet si unë. Gjoje, kush po flet? Musa alayhis salam. Perëndia do të ngjall për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai ju thot. Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet do të shkatërrohet në mes popullit. Ky është bekimi me të cilin nuk po I lexoj se ku I ka marrë, thjesht aty ngullon për pejgamberin e sa më po jo. Ky është bekimi me të cilin Mojsiu, njeri I Perëndis, I bekoi bijtë e Izraelit para se të vdiste dhe u tha: Zoti erdhi nga Sinai, u ngrit mbi ta në Seir dhe u paraqit në madhështinë e tij nga mali Paran. Gjoje, arriti nga mesi një morie shenjtorësh, në disa versete të vjetra mes 10.000 shenjtorësh. Nga e djathta e tyre tilte për ta një ligj I zjarrt, me siguri ai I do popujt, të gjithë shenjtorët e tij janë në duart e tua, ata janë të ulur në këmbët e tua secili që dëgjon fjalët e tua. Paran. A di ç'është kjo fjala faktikisht paran? Është faran. Ç'është faran? Kush din arabisht? Farran. 2 të arratisurit, 2 emigrantët. Kush janë 2 emigrantët? 2 të arratisurit. Po gjetet jeni të fortë, vallaj. Jo mër vllaj. Ai po I flet aty popullit Musait të burr. Musa që është amaneti që kalon Musa alayhis salam. Po mirë pejgamberi ishte emigrant, po Musa. O vëlla, Zoti thot dëgjoj abit. Erdhi nga Sinai, shpallja e Mojsiut. U ngrit në Seir, shpallja e Jezusit, Isait alayhis salam. Dhe u paraqit me madhështinë e tij nga mali I Farranit. Farran. 2 emigrantët kush janë o burr? Bravo, Allah shpërblet. Haxheri dhe Ismaili. Qartë. Gjojnë, tjetrën. Nëse më doni, zbatoni urdhrat e mia, dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap juve një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Feja e pejgamberit sa nuk ka abrogim, përgjithmonë. Frymën e të vërtetës që bota nuk mund ta marrë vetëm se nuk e sheh, nuk e një tjetër. Unë po ju them të vërtetën, që është më e mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vi tek ju ngushëlluesi. Pavarësisht se si është përkthyer fjala ngushëllues, është muhabet tjetër. Po pa e lejmë kështu siç është. Por po shkova, unë do t'ua dërgoj atë. Kam dhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, pa ato ende
ju nuk mund t'i mbani kur të vijë ai fryma e vërtetës nëpërmjet Xhibrilit, pejgamberi s'ka fol nga vetja e tij. Ai nuk do të flasë nga vetja, Allahu Akbar. Por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do të kumtojë gjërat që do i vinë. Ai do të më përlëvdoj. Ne e duam Isa alayhis salam apo jo? Me shpirt e duam. Alhamdulillah. E lavdrojmë sa herë përmendim sa themi sallallahu alaihi wasallam. Sepse do të marr prej meje dhe unë do t'ja kumtoj. Nuk e di unë kam sill gjë. Prandaj unë po ju them juve, mbretëria e Zotit do të merret për juve dhe do t'i jepet një populli që jep rezultate. E tjerë, nice. Okej. Atëherë tham Kurani, jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, hadithet e suneti, hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, lajmet, profecitë e mëhershme për të që i ka rujt Zoti, ka dash Zoti, si ka fut akoma dora njeriu. Ç'a ndodh me ata? Sa herë që muslimanët kapen në disa versete, del botimi i ri me përkthim tjetër. Po është kopja vjetër, vëlla, është përkthimi. Është përkthimi tjetër para 20 vjeç. Hajde inshallah. Si puna e 10.000 shejtorëve që s'ekzistojnë më. Lexoje s'ka më asnjë vend të shkruar 10.000 shejtorë. Nëse. E rëndësishme. Vim tek mrekullitë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mrekullitë e pejgamberit alayhis salatu wassalam unë i kam ndarë në si më poshtë. Mrekullitë të shkëputura, pra që nuk janë të lidhura. Mrekullitë që kanë bën me përgjigjen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë nga Zoti për lutjet e tij. Mrekullitë në shërimin e të smurëve, mrekullitë që kanë bën me ujin, mrekullitë që kanë bën me qumshtin, mrekullitë që kanë bën me ushqimin, mrekullitë që kanë bën me pemët, mrekullitë që kanë bën me gurët, mrekullitë që kanë bën me kafshët, mrekullitë që kanë bën me mbrojtjen e profetit alayhis salatu wasalam, mrekullitë që kanë të bëjnë me lajmet e fshehta të cilat akoma nuk kanë ndodhur, dhe e fundit fare tham mrekullitë e pavërtetuara, si më thon, për cilat nuk ka argument faktikisht, por janë përhap ndër njerëz. To a jap një për shembull nga ato që është përhap ndër njerëz? Hajde, kush më jep një shqiptare? E kujt? Jo, s'ka lidhje. A është gjurmë, a mund të jetë saktë. A ka nevojë për senet. Amër burr, macja burr. Apo e sulmon të Gjarbri. Ishte do u fal. Deshi ta pickoj Gjarbri, tak macja, ja fërkoi shpinën, tha kur kjo mos raft në tokë, i dhe macën nga kati 10 deri në kom. Po faktikisht s'ekziston askund, përveç se ke ne, mashallah, si popull. Mirë. Për ta mbyllë, se apo pasim i shiko. Shumë njerëz mendojnë apo besojnë se Allahu nuk i ka dhënë mrekulli pejgamberit alayhis salam, se është mjaftuar me Kur'anin. Edhe faktikisht argumentohen gabimisht me një jetë kuranor. Thot Zoti në Kur'an: "Wa ma man'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba bihi al-awwalun." Do më thonë, thot ajeti, nuk na pengoi ne, Allahu flet për veten e tij shumë, duke madhëruar veten. Nuk na pengoi që të sjellim mrekulli, vetëm se fakti se përgjinjëstruan popujt e mëhershëm. Do të thonë kemi dhënë vetëm Kur'anin. Jo, s'është kështu. Nuk të kemi dhënë mrekulli sa herë të kanë kërku, është kuptimi i ajetit. Se çfarë bëshin ato? O Muhammed. Po. A do të besojmë? Po. Na i bëjnë malet e Mekës për Florini sot. Nesër, o Muhammed tha, do të besojmë? Po. Na e bëj rërën kështu. Na e bëj, pra nuk është ato kërkojshin një mrekulli e ne mbyllshin. A kupton? Për këtë arsye dhe Zoti i Madh nuk i ka sjell mrekullit sipas dëshirave të tyre, ama që i ka dhënë mrekulli, ne do të kënaqemi inshallah taala duke dëgjuar mrekullitë që Zoti i Madh i ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Ne inshallah taala në trajtesën tonë do të fusim edhe atë që faktikisht nuk e ka për kufizimi i mrekullisë. Çfarë thanë? Ngjarje e jashtëzakonshme që Zoti ja jep një profeti.
sfidë dhe si më thon për të përballur dhe këtë si argument dhe ndihmë nga Zoti për të vërtetuar se ai është pejgamber. Okej. Janë disa gjëra që kanë ndodhur kështu mrekulli, pa qenë pejgamberi sa sen pejgamber. Unë i kam fut tek mrekullit, po në terminologjinë islame si quhen? Hajde. Nuk quhen mu'jize. Si quhen? Quhen irhasat, sinjale. Sepse mrekullia i ndodh vetëm profetit. Atëherë nëse i ndodh një njeriu pa u bërë akoma profet, një mrekulli, atëherë kjo quhet irhas. Nëse kuptimi shqiptar në gjuhën shqipe mrekulli quhet, po nuk e përfshin për kufizimi i mrekullisë. Ne inshallah taala në trajtesën tonë do të përmendim edhe këto. Pra edhe këto që kanë ndodhur përpara se pejgamberi sallallahu të bëhej profet edhe pejgamber. Mirë. Shohin parën ose dy, më thon i marrum ne 3, po nuk do të ketë më ndalim kaq gjatë. Do të ecim shpejt inshallah taala. Hajde ta shohim. Si ta quajmë këtë? 4 apo ta quajmë 1? Unë them ta quajmë 1. Pra këto t'i lejmë si më të mëdhat dhe më të paprekshmet dhe më idealet. Kurse këto tjerat, po, këto do t'i fusim numër. Ato që kanë ngalu do t'i fusim numër. Hajde, na animoni pak. Ngjarja e kujt? Për i tërë bursa është vonë. Para kësaj. Elefantit. Jo, më është vonë. Historia e elefantit e burë. A ndodhi historia e elefantit. Zoti e ruajti Qabën. Çfarë ishte kjo? Sinjal pra se do të vi dikush që do t'i japi hakun kësaj Qabje. Këtë herë po e mbroj unë, po i dalun për Zot, kurse mas kësaj here e tutje, do t'i vi Adabi, që do t'i japi hakun dhe vendin e do t'a pastroj e gjitha. 1. Kështu pa e qymë këtë, 1. E dyta, me lindjen e tij ka dalë ylli i rreth prerëve. Pse u bë alarm në pallatin mbretëror të Herakliut? Pse u bë alarm? Cila ishte fjala që thoshin më shumë patriarkët e priftërit e njerëzit në përbot? Çfarë flishin? Thoshin ka dalë ylli i rreth prerëve. Pra çka ka ndodhur në botë? Ku është? Kush mund të jetë? Si mund të jetë? Pyetshin çka ka ndodhur. Dhe aq shumë ka pyetur Herakliu, sa që kur erdhi lajmi për herë të parë, tha ka arab, kështu tekstualisht, a ka arab këtu sot? Tha, po, sillini ta të gjithë. Edhe i sollën gjithë karavanin, gjithë arab që ishin për të Arabi Saudite, të gatishën arabik, i sollën përpara Herakliut që i bonin pyetjet. 1. Historia e elefantit. 2. Ylli i rreth prerëve. 3. Një dritë që ka dalë nga trupi i Amines natën e lindjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Faktikisht janë përmend edhe gjëra të tjera në për librat e historisë, por që ka transmetim saktë është vetëm kjo. Gjë transmetimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa alaihi salam. Ara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun ada'at lahu qusuru Sham." Un jam lutja e pranuar e babait tim Ibrahimit alaihi salam. Dhe lajmi i gëzueshëm, subhanallah, unë gjithë, çfarë do thot? Çfarë do thot? Lajmi mirë, bushra. Unë jam lajmi i gëzueshëm i vllait tim, Isait, alayhi salatu wassalam, nëna ime, kur mbeti 7 zënë dhe më lindi mua, natën e lindjes pa një dritë që doli prej saj dhe më të ndriçoi bota deri në Sham. Alhamdulillah. Atëherë kjo ishte, tham, e dyta. E treta, që e përmendet ju, kur ka qenë në moshën 4 vjeçare, çka ka ndodhur? E dim gjithë të histori dhe nuk po ndalemi në, apo ta përmendim si hadith. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar vetë: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان عند المرضعة قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب
تملؤه بماء زمزم فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياه فقال هذا حظ شيطان منك ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزاني فوزنتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزنني ب100 فزنتهم ثم قال زنه ب1000 من أمتي فوزنني ب1000 فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم. Gjoje, me erdhën 2 burra. Tani pejgamberi sa srem në atë kohë nuk e ditë se janë me lek këto. Ai tregon çfarë ka ndodhur kur ka qenë fëmijë. Me erdhën 2 burra me rroba të bardha, kishin një tas florini të mbushur me ujë të ftohtë zemzemi, më hodhën në tokë, më çan barkun ka thënë, po faktikisht gjoksin, më çan gjoksin. Pastaj nxorën zemrën time, pastaj hoqën prej saj një copë të zezë, e hodhën dhe thanë, nga këtu i fryn shejtani njeriu. Pastaj ma lanë zemrën me atë ujë që ishte i ftohtë si akulli dhe më lanë të brendshmet e mia. Pastaj ma kthyen zemrën ashtu siç ishte. Pastaj njeri i tha tjetrit, peshoje me 10 nga bashkësia e tij. Isha më i rënd. Pastaj i tha peshoje me 100 nga bashkësia e tij, pasuesit e tij. Isha më i rënd. Pastaj tha peshoje me 1000 nga pasuesit e tij. Isha më i rënd. Pastaj tha njëri tha tjetrit, lëre se po ta peshosh me gjithë pasuesit e tij, ndjekësit e tij dhe bashkësinë e tij, ai do të jetë më i rënd se sa ata. Në transmetim tjetër nga Enes radhiyallahu ta'ala se pejgamberi sa ka treguar se erdhi Xhibrili alayhi salatu wassalam, ndërkohë që ai polozte me fëmijët, e morën thotë, e shtrin, ja çan gjoksin, ja nxorën zemrën, nxorën prej tij thot një cobës dhe thanë kjo është pjesa ku shejtani i fryn njeriut, pastaj e lanë në ujë floriri me ujë në tasin e florit me ujë zemzemi, thumë pastaj e kthyn atë ashtu siç ishte, ndërkohë që fëmijët shkuan me vrap tek nëna e tyre dhe i thanë se vllajën ton e kanë vrarë. Kur erdhën pastaj e gjetën që i kishte ikur ngjyra e fytyrës, thot Enesi transmetuesi, unë i shihja gjurmët e qepjes në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kisha hallë në kohës. Okej. Mirë inshallah. Ne inshallah do i marrim kështu dal nga dal, një nga një mrekullit. Inshallah taala me shpresën e të madhit Zot, do të ecim kështu. Unë në jetën e kam inshallah gjithmonë në çdo ligjërat minimalisht përmenim 10 deri në 12, pra që i bjerë përse 600 sa mrekullit, ti mbarojmë inshallah për një vit për 60, inshallah gjithmonë për 60 ligjërata inshallah taala.